Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 19. Data 19 korrik 2026. Kemi të bëjmë me një ditë shumë të rëndësishme sepse dita përgatitet një nga konfigurimet më të mëdha të muajit, sepse Jupiteri në Luan po afrohet drejt aspekteve të fuqishme me Neptunin në retrograd në Dash, Plutonin në retrograd në Ujor dhe Urani në Binjak. Kjo do thotë se energjia fillon të rritet. Mund të ketë pritshmëri të mëdha, dëshirë për zgjerime planesh të mëdha, ide të guximshme, por edhe tensione midis entuziazmit dhe realitetit. Sot është mirë të përgatitemi, jo të egzagerojmë. Ndikojnë më shumë shenjat e zjarrit dhe të ajrit të dhiriçit të parë, Dashi, Luani, Qiketari, Binjakët, Peshorja dhe Ujori në mënyrë më sfiduese që mund ta ndjejmë Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori të dhiriçit parë, për shkak të aktivizimit të Plutonit në Ujor dhe Jupiterit në Luan. Për këto shenja mund të ketë ndjesi se diçka po smadhohet, po rregullohet. Një mundësi, një marrëdhënie, një plan, një ambicie fantastike, vazhdimësie. Dita është e mirë për planifikim të madh, për vizion, për të parë çfarë duam të hapin dhe çfarë duhet të jemi të përgatitur një prezantim, më të menduar mirë dhe projekte krijuese. Marrëdhënie me publikun, karriera ose një hap që kërkon guxim. Kjo do thotë ndikime, kjo do thotë mundësi, por nuk është dita për të hedhur të gjithë kartat. Kujdes, jo me njëherë, sepse aspektet dita e nesërme janë shumë të fuqishme dhe mund të sjellin ndryshime ose qartësim të mëtejshëm. Në lidhje me dashurinë, kjo ditë mund të ketë entuziazëm, por dhe pritshmëri të mëdha. Mos premtoni më shumë se sa mund të mbani. Në punë, dita favorizon përgatitjet, jo egzagerimet. Për sa i përket çështjeve dhe mundësisë që mund keni, do të thotë që në marrëdhëniet familjare mbani qetësi sepse Mërkuri në retrograd vazhdon të bëjë disa tema emocionale të ndjeshme. Këshilla e ditës është sot ëndra rritet, por para se të hapni derën, kontrolloni nëse baza është e fortë. Kuptojeni këtë çfarë them. Tani, pas të fillojmë me parashikimin e